Përshëndetje, miq, jemi sërish me Madam Debat. Unë sot kam vendosur që mi diskutoj një temë e cila më shqetëson edhe mu, besoj edhe juve ju shqetëson po ashtu. Rrjetet sociale apo na bashkojnë apo po na largojnë. Temë e cila po diskutohet me ditë të tëra në për tavolina tona, disa po i dhënohen, disa po i gëzohen rrjeteve sociale, po i përdorin për ditë më shumë. Me mua në studio janë 4 panelista, 4 burra i kam sonte miq. I kam zgjedh ka dale për qef. Me mua Valon Selimi, mirë se erdhe. Mirë se gjitha familje shumë. Kushtrim Hasani. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirë se erdhe, shumë të kom lut, hajde, më në fund. Erdha, pa bakshish. Mirë se ke ardhe. Janë dikun keshtuar ma herët, po vallaj së në gjojsha më të bled diçka dhe qësë sot e arova 5 bakshishin kërë. Hajde shnash. Ilyas Krasniqi, mirë se erdhe. Drejtori i televizion Opinion. Po. Më falni, nuk e prezentova, Valoni është këngëtar, edhe Emanuel Demaj, miku jemi vjetër, mirë se erdhe. Mirë se gjitha, faleminderit. Po flasim për rrjetet sociale, a na ka ndihmu, apo po na ndihmojnë, apo po na pengojnë, po na afrojnë, apo po na largojnë. Pikujna pjanisim. Hajde, Ilyas. Fillimi ka qenë i mirë, për shembull. Facebooki, kur për shembull, atëherë që dhe fillimi i gazetarisë kur fillova, edhe doja mi marrë musafirë, s'kisha kontakte, s'kisha mundësimi gjetë numëret, edhe në atë fillimin kam ndihmu shumë Facebooku, sepse për shembull Valon Malokun doja me marrë një intervistë, numër se kisha, kërkoja në Facebook, ju bëja ftesë, ja bëja ofertën edhe më shumë ma lehtë komunikojsha edhe e gjisha. Po pastaj gjatë kohës fillu më degradu, fillu më keq përdor, po qëllimi ka qenë i mirë i rrjeteve sociale, si Facebookut, si Instagramit, si këto rrjete tjera, se nuk jam shumë i thar i këtyre tjera përpas Facebookut dhe Instagramit, por me të vërtet niko kanë qenë të mira dhe ta kanë dhënë mundësi, për shembull dikon që s'ki mujt me gjetë, s'ki mujt me pas kontakt, e ki kërkuar dhe ki mujt me kriju një kontakt të ri me to dhe ki mujt me kriju një shoqëni apo një misi. Ti po fol gjithmonë për punën. Për punën. Okej. Valon, ty si tu ka nduk rrjetet sociale? Të pengojnë apo të ndihmojnë? Wallahi për besë më ndihmojnë shumë, sidomos kohën e fundit të TikTok-i. Tash ti po qesim një foto, ka gjë shumë po shkon shikueshmëria, se zakonisht na e kena përdorur mas pari Facebookën, Messengerin, fakto kon Facebookë, Instagram, po TikTok-i tash u bo ma i shikum për besë, për mu janë shumë të mira, rrjetet sociale që më kanë ndihmuar shumë. Fol ty në jam edhe ku jam sot. Kushtrim? Na ingova, deshta me ngu edhe Manuelin se çfarë për na thot, tani me thonë unë një opinion pak më ndryshe, sepse unë e tham, rrjetet sociale nuk janë vetë për postimin e fotove, pyetja ke sa na bashkojnë ose sa na largojnë, sa janë ndamshme apo sa janë jo ndamshme. Kur jena te këto dy tema, është një temë shumë e gjanë për me folë, sepse nuk jam njeri adekuat, po një përdori këto. Njënë janë shumë të mira edhe na ndihmojnë tepër shumë. Fillimi tyne u kanë shumë i damshëm sepse na s'kena ditë mi përdor. E kena përdor me postu një foto ose me ja këshyr dikujt një foto që e ka përdor, që e ka postu. Kështu që tash kur ne sot janë bë pak më ndryshe, sepse gjithçka është bë bota, është zhvillu, rrjetet sociale janë avancu, edhe nuk është vetëm Facebooki, TikToki, Instagrami e këto gjëra tjera, po Twitteri, gjëra çka lloj tjera, kështu që unë mendoj që janë shumë të mira sepse sot po na bashkojnë një farë mënyre. Unë në telefonin tem e kam bërë një grup ku i kam nipa mesa daj kredo me thoni ka na për grupet të WhatsAppit, ku ma herët nuk kina mujt me pas këtë komunikim. Kështu që unë menoj që është një diçka e mirë, nëse e përdor për mirë. Po është e damshme, se dikujt na mund është mja prish karjerën, më ta prish karjerën. Janë tash edhe kanë dalë edhe këto metoda tjera që mujnë me bërë montazha. Po ti po na përfundon emisionin, ka dalë së të Unë po çata tash në përfund. Emanuel, ti si i përjeton? Apo na bashkojnë apo po na largojnë? Rrjetet sociale në ambientet ngushta familjare do të thotë i kanë ndarë, thëmë ashtu, edhe familjen, ndoshta shumë të vogël me mundësinë që njeri e merr telefonin edhe a vjen një musafir, a nuk vjen, apo të thot diçka nona, baba, vlla, do të fokusi është te telefoni. Te grupi familja atë shkruajnë.
O pjek pitja. E ki njerin aty dënë thotë, nuk flet me ta dhe ja që një foto, një mesazh, po nëse e marrëm përgjithësi, sa i ka ndo aq i ka bashku. Sepse i ka bashku, ka shumë njerëz ku nuk i ki pa me vite edhe mundësia ka qenë dënë thotë mi kontaktu për mes rrjeteve sociale. Pastaj, shpenzimet e telefonit ma të vogla, sepse s'po ki nevoj me thirrën ma... Kjo e vërtet. Nuk po ki nevoj ma me thirrë me telefon, me shpenzu, është në thotë WhatsApp, Viber, Facebook, e gjitha rrjetet e komunikueshme. Pastaj për një pjesë të moshume është shumë i mirë, por gjyshet nona tona, sepse fol me nipin, me mesën, jashtë, do në thotë edhe e ka një aspekt pozitiv. Aspekti negativ, do në thotë, është edhe keqpërdorimi tyne, do në thotë, ma herët i kanë bërë do politika, edhe nuk ka mundësi ndoshta më keqpërdor ma herët për shkak disa update-ve tri që i kanë bërë, do thotë strek se nuk mund më me hap një Facebook pa u identifiku personi kush është, çka është ndoshta e flasim të ma vonë, po sa ka ndo, qa që dhe ka bashku në muj me thonë. Nëse dëna mi pa pi prizmës punës, na kanë një mu, besoj që na kanë një mu gjithë me marrë në kontakt, po sa apelen familjen bashkë? Sa apelen familjen bashkë? A i kena kontaktet fizike më të mira me familjarët e tonë, masi që janë kajnarë të rrjetet sociale, apo tash, apo kur s'kanë qenë? Për para. Unë mendoj që atëherë janë kanë ma mirë, sepse e ke pa, ka ardhë halla, je gëzu që ka ardhë se ke pa me vite, ose me muj. Tash o kanë edhe bijat kur kanë shku në të pam, për baj pak si sarkazëm, kanë shku dy herë në vjetë. Në Shinë Gjergj edhe në Shmitër. Kështu që 2 herë në vjetë ti ke shku të nana. Ke pas dhe kur ke shku të nana i je mallëngju me ato familjar, kur ke shku, kë kanë rritë fëmijat, ato po kanë kontakti fizik, kanë shumë ma mirë. Tash vinë, bijat, shkojnë, është pak ma ftoft, po shkrujnë anë ma shumë në për rrjetet sociale. O ti njëtë kontakti për ty si mi po, si me shkru? Jo, për mu jo, unë e për veti, të thamë diçka se njerëzit më njofin, se kanë më shkru edhe komente, mas daljes të këti emisioni. Edhe, po ta thamë shumë seriozisht, unë gjdo javë i thiri komplet kret në familje teme, edhe hajme atë qoftë një dark drek edhe bujnë, kështu që unë e kam edhe kur të vinë krejt telefonat i lajmë. Babi e nalë rjetin edhe thotë kena muhabet. Kur të vjenë musafiri, unë e nalë rjetin telefon. Sa ide mirë kjo, më shku me hek. Po, shpesher unë thirë Manueli, në telefon, ose kush do që më thirë në telefon, nuk mundet më më parë në telefon mu, kur sepse unë nuk përgjigjna. E din që e la telefonin atje, janë musafir. Bledhe familjare njërë një, praktikoni familja ju? Jo, me të thënë drejtën, më të përmenë tema familjes, i kom vajzët, njën në klasë 9, njën në klasë 4, edhe tash të këto pesho, sepse pja vjetë kohën, Snapi, TikTok, këto gjona, edhe sinqerisht, për shumë këto i ka resu vetën teme me lojnët e kohës teme, tash me vajzët, nuk kanë ku me dalas me shoqet veta, sepse tërë kohën i ki që janë online edhe shikojnë YouTube, apo ku ta di unë thjesht, kjo është pak e domshme, sepse fëmijët e tonë janë të kalu koma tepër me telefonin, sesa me shoqet veta, apo me rrethën e veta, apo edhe me familjen besa. Kjo është pak e domshme, sepse sinqerisht janë të i kushtu ma tepër rrjetet sociale. Ilyas, ti si prind, a tutesh prej rrjeteve sociale dhe influencës që munden mi pas, sidomos të fëmijët në adoleshencë? Shumë. Po mundona më konë edhe shok edhe bab me vajzën, sepse s'po du më konë shumë strikt. Si jo ma një njëri që e blokoj. E kontrollon. Por thjesht në atë kuptimin për e shosh se pja vjetë koma shumë se që duhet. Kena pas raste kur edhe ka pas manipulimet ndryshme të adoleshentave për mes rrjeteve sociale, skemat ndryshme me i marë pare, me që të li farë, se s'po du me shku në ekstreme, por si e ke zgjedhë ti këtë problem? Në atë kuptimin, me vajzën, jom të cilët rrjetet që i ka vajzë, jom shok. Okej, dhe më thonë e për cjellë për mes. E për cjellë, po ke shumë, në i koment, në i gjo, në i ku adin thjesht ku është. E dyta, e shoqë në shkollë në shoqë një është ku është. A ka në rrjet të cilën e ka të ndalu mi përdor? Jo, se e kom ndalu, se ma keq, sinqerisht. Kur të ndalohet bëhet ma omil, e vërtet. Pikërisht,
si ai se ku pi kur cigaren, po këta cigarxhit kur ka pi tinza cigaren ka marrë me lezet. Që u rujt, mi vjen Mëna që kanë tregu fjala është. Kështu që edhe kjo është, po ja ndalove, insistoj që ato me pas ma tepër. Kështu që gjitha se kom ndalu, gjitha i përdor, e kancelarin e vet. A merr sepse unë tham një prind do të mja marr vajzës telefonin pa prezencën e vajzës, edhe i thu, unë për vete e baj, te vajza e me baj. I tham, bab, cukurin atu nejt, tham bab, bima telefonin, djalit, bima telefonin, është koha për me kontrolu telefonin babi, edhe marrë telefonet, tap, thote ti, a i t'ja dhonë gjyshit, edhe unë e marrë ja dho babi telefonin, tham bab, kontrolu edhe ti, a i babi se din, Mirë. Fëmija s'po di kanë, në të një pja nonës të kontrollon, ako zesh mja dhe nonës. Jo, ma mirë ka, shumë ide e mirë kjo. Jo babi tonë, po jepja nusës tonë. Po të jo, një pja nonës. unë me nusën temi kena rjetën sociale kena bashkë. Nusja jeme nuk është e dhënë mas rjetën sociale, po çka kam unë në telefon temin, nusja jeme ka. E din. Sepse në telefonin tem nuk kam kod hiç. Ka shkruaj dhe që nëse u da. Akri. Valla po. Po As ti ndaj nusja? sepse unë jo veç pak. Unë ç'a bëj sepse unë kam nusën tem, që kur hina te po dalmi me një temë tjetër. Unë nusën tem e kam oksigjen temin. Unë pa nusën tem nuk muj me jetu, po ta tham shumë seriozisht, sepse nusja jem fal nusës tem unë kam arrit çdo ku jam sot. Sepse për krajen më të madhe e kam pas prej kur krejt njerëz të botës janë kanë kundër meje, ajo o kanë personi vetëm që bashkë me nanën tem që më kanë thonë ti duhet me arrit çto, edhe mos u dorëzo. Unë në fillim kur e kam fillu punën si showman ose si gazetar në thojza që se s'du mu keq interpretu tek njerëzit ose te opinioni, kështu që unë kam pas 1.000.000% janë kanë komente negative. Ku shpesh herë unë jam nalë edhe kom thirr, s'po muj ma me duru këtë lloj gjaje. Sepse mu më shkoj ke vetë truni, më thej ke ta lexoj edhe të këshirë mos më ka shku edhe najkush, mos më ka sha najkush, sepse janë konkret ofendime. Fal nusës tem unë e kam arrit sot çto. Mirë, do ta diskutojmë edhe këtë punën e Edhe komenteve. pak kështu te fëmia shumë shkurt, do të thotë tash ka arrit është një aplikacion, unë e kam telefon tem, unë sakt e shoh gjatë gjithë kohës çka këshyr fëmia jam, edhe mu i pej distancë anali. Do të thotë është një aplikacion me pagesë, është shumë i mirë, do të thotë e përcjell gjatë gjithë kohës çka këshyr. Po edhe fëmia, unë te fëmia kam praktikuar diçka, do të thotë fëmia kanë aktivitete shumë, shembull volejboll, kurse, shkolla, edhe kanë të lejuar veç 30 minuta gjatë javës, në weekend eventualisht sot na herë a bën edhe gjysore, do të thotë e ka të kufizuar. Po 30 minuta do të thotë është koha ku përdore çto snap që ka marrë shembull në ditë. Në ditë. Se 30 minuta besoj mjaftojnë edhe pastaj nëse e merr pa limit, pastaj po ndikon te xhumi, po ndikon te konduksioni, i saj në shkollë, te koncentrimi në shkollet e të gjitha. Valon, çka po mendon ti për këtë qasjen e fëmijëve në internet? Allah në mendoj që fëmijëve është ma mirë mos milon shumë telefonin se po haliten pak. Po haliten. Se po këshyrin gjithçka edhe nuk ndikon mirë ajo. Aja lef arkiv fëmijëve? Po i kam 2 vajza. Aja lef fëmijës tan telefonin? Vallai ja u lojna, i kanë ato iPad-et, po shumë pak. Po mundu me mirë të gati që mos milon shumë me kon aktiv. Se për me na bën shumë të vorën pi telefonave. Edhe kur ja ke kur po dom me dikon me pi kafe më shumë gati për rim telefon se po bujnë Allah me dikon. E pak, çka pak. Çka pak po na largon. Po na largon vallai. Domethënë na ka ofruar me ata që janë larg, po. E na ka larguar me ata që i kemi afër. Kjo po ndodh. Mirë, ju ka ndodhur ndonjëherë me njoftu dikon përmes rrjeteve sociale edhe me bo shok mas nej? Po, shumë njerëz. Edhe unë kam një shok, e ka emrin Kushtrim, jeton në Frankfurt në Gjermani, edhe kom njoftu në rrjete sociale, e kam shokin, tash unë e kam, nuk në ka lim një nanë, po e kam me plot kuptimin, unë e vlla s'kam, veç me plot kuptimin e fjalës, unë shkoj te ai sikur në shtëpi teme. Është në Frankfurt edhe tash kam e shku shumë shpejt, kështu që sa herë të merr malli për Gjermani, për Frankfurt, veç i tham Kushtrim biletën se po du me ardh ai minjer ma qa. Sa bukur qenë ka kjo. Ilas,
Ti a ke shoqëni që e ke kriju në rrjetet sociale? Siç e thash edhe në fillim, për shembull, 90% që emisionave që i kom mosafirt më ka dashur me gjetë nëpërmjet Facebookut, po edhe sot te televizioni disa punëtor që i kom prej që më kanë pëlqyer, vetëm thjesht moderatorët që i kom marr, i kom njohur në rrjetet sociale, e kom pa fotografinë, e kom pa çerë fotogjene, ja kom pa pak a shumë punë, e kom përcjell edhe e kom ditë kush është, edhe pastaj i kom kërkuar edhe kom bërë pjesë të stafit edhe televizionit. Kështu që edhe punëtor që i kom disa televizioni, i kom gjetur nëpërmjet rrjeteve sociale. Ka të me thonë biznismeni. Tëna pyetje të lidh me biznis. Jo. Këtë kritikët tani peshe një çështu ka menduar. Jo, Me lazin një mimatin në botën e gazetarisë, do të thotë Që në 20 vjetin e shok. Nis bëj mas luftë thoya ashtu jep. Ka kondesh më jam në ven. Ama këto i ka pas gjithë, do të thotë. Edhe po se po pas qëllimi kur më bë ministër, Mirë. ku na diku jo punë. E çdo tani ki ka pas atë për karrierën se sa biznesi. se unë përmes Facebookit e kam vip ministrin. Jo. Është përmes Facebookut po punor se Kur ai ke shkruar ti shkruaj edhe unë më herë. shoqënik mirëfillt mendova, jo njerëz të cilët normalisht kena me punu me njerëz. Rrjetet sociale na japin një pikpamje të madhe në tregun. Mundena me pa çka kena në treg, kush ka me të pa punë, ka me ftu, gjithmonë dalin influencierë të reja, njerëz të ri të cilë dojnë se cili njeri që pretendon me qitë kontent në rrjetet sociale është potencialisht njeri që muhet me punu në televizione sepse ka qef me i bëhet punë. Kështu që fola për shoqënik mirëfillt i lez. Jo, për atë, unë thash për mirëfillt sepse tikon mos e kisha vlerësuar, nuk e kisha për unë familje, sepse sa do këto dhe vetë janë televizion, për njerëz që i beson edhe i donë dhe i bjen në televizion këtu. Se ju familjarë ti keni punë tonë. Ja, absolut tash televizioni llogarit si familje. Okay. Edhe stafin e punës do me pas njerëz të familje. Biznisin e vetë trajton si familje. Sepse sinqerisht asnjë familjar tamë se kom punuar në televizion. Okej. Asnjë familjar Po tamë. ka kriju familje tre me punëtor të cilët me kanë. punën e stafit. Emanuel, Unë e kom pas një rast. Familja vetëm të vizit. Unë e kom pas një rast pak të veçantë, unë para lufte kam qenë prizren shkollë të mesme, 97-ën. Edhe atje kom nejt me një djalë shumë gjatë gjithë kohës, sepse kur shkon ti prej vitije në Prizren, e krijon një mik, edhe pastaj je si i huji aty, do të thotë mbështetës gjithta. E kam pas shok shumë të mirë, Valen Rexhepin. Ka qenë në dikun ka zona Celinës anë. Edhe unë mas lufte kom marrë lajm se ajo vrau mytë edhe po lemër e laz. Po ti jep informacion. ja prish histori. Ilas, ja ke bërë të sigurai që ka thonë, se jam konë po tezja jem. Edhe kom pyet njerëz dhe njerëzit se kanë njohur dhe gjithë unë e kom pa që e kom llogarit do të thotë si të vdekër. Dhe përmes rrjeteve sociale mas tiku e kom gjetë. E kom njoftë në sy, edhe në disa në fytyrë do të thotë edhe pse kishte ndryshu, po ka pas elemente do të thotë që e kom njoftë e kom ditë. Pastaj i kom pyet disa shokë të Suarekës, se a njeni? Tha po, tha. Po di, është gjallë sen edhe imi taku do të thotë në 2016. Në 2016 mas sa vjetë të bjenë? Pe 99, 7-99, ste në 2016 unë e kom llogarisë si i vdekër e përsëri. I vrarë luftë, do të thotë, po. Ma 17 vjetë, do të thotë, përmes rrjeteve sociale. E ke gjetë shokun e që vjetën. është i gjallë. Edhe imi taku, pastaj kemi si e. Valen, për shembull, a ke në Facebook në i grup të shokëve shkollës mesme, shkollës fillore, sepse edhe këto grupe janë shumë aktive, edhe njerëzit po gjinden me shoqëria, gjeneratat pi bojnë maturat dhe vjetorit përmes rrjeteve sociale. Shoqënin që i kom pas i ju përbes, se i na largue, po të kanë të drejtë se dojnë shku jashtë, dojnë na kanë ndryshu koha, po shoqënin dhe ma vjetë që i kom pas, po në rrjetet sociale, po. Po për në grupë të thanë. Po për grup, jo, në grup e nuk kemi. Nuk keni Unë kam një grupë të rrjeteve sociale, e kena bërë në Facebook, e kena bërë me shokët e shkollës mesme, edhe shokët e shkollës fillore, edhe shkasht më interesantja, që 4 shokë tonë të kanë vdek gjeneratës tonë, nuk janë ma pjesë e kësaj bote, edhe i na taku dikush të njoft, a keni për ato, edhe për 3 vetë nuk e dina
kur njetë s'na kanë lajmëru, i na mundu me një mënyra me shkru me azi, po kur s'na kanë lajmëru, nuk e dina për 4 persona, për tjertë, këreti dina janë mirë, këtë janë të punu, këtë janë me familje, Në përton botën, po, dhe shumë sigurisht, në interesant, përton botën. A mbledheni? Jo, halosin a mbledh, e kena pas të verës më mbledh që të verë, une verës nullqen edhe... Kur si e ti tjertë nuk organizohen. Ne kom organizu, e kemi grupin e shkollës mesme, edhe dyja në kara me festu 10 vjetorin edhe 20 vjetorin e maturës, bashk, para 3 vite kemi pas 20 vjetorin e maturës, se 2002 kom kërë gjimnazin, edhe kom grupin aktiv, 70% një muj me thonë që jenë për Evropë, po kur s'kemi pas viza atjerë kon interesant, sepse unë si shaka shkruva atje tash ju të paktën në për Evropë peani McDonald'sën. Tash na kemi jetë këtu me qevaptore, me qofte tyskës në Prizren. Edhe një shok e kish pa, ardhën pushim as 3 dite, po ma bjen hamburgerin e McDonald'sit për Gjermanisë. Se i Prizrenitje, Prizrenit. po është vallaj se të tjera që bab. Qebaba, na, Prizreni me qebab njeft në të vikohë. Jo, nuk është ngusë në kjo në pranoj. Shime, valla, kishë mirë, Prizren edhe veni, më ka pëlqy mu shumë. Se kur je kam për herë të fundit edhe për herë të parë, Për herë të parë më kom në vitin 2010, për të kallë të drejt, edhe Sharpanje njove kam qenë. Kam hondër bile drejt të hyska, shumë mirë, ka pëlqy shumë. se është pesho që edhe ty era që bab pas kam i da. Shumë Shkoj ushqimi reklamo mirë. papoje. E meriton Juska, meriton. Prizreni më pëlqen shumë. Kështu që ky grupi unë ju garantoj të Juska një drek e keni pa pora se ja bënëm reklamën. Janë të rriu. Krasi, Lazën e nesë të thirë janë Prizren. O, mi se vish gjithleqën ka i moke. Ne punis në sot. Edhe sontit presim. Gjithsesi ishte kjo pjesa e bukur e rrjeteve sociale edhe menoj mënyra se si na shërbejnë ato. Por për pos këtyne kontakteve dhe këtyne gjanove të bukura që na ndodhin në rrjetet sociale, është edhe një pjesë bajëge e rënë, ata janë komentet. Komentet negative edhe dekurajuse që na japin zakonisht neve që jemi fytyra publike. Sa shqetësojnë Ilias këto? Pikrisht, komente nuk japin as pozitive në Facebook, nëse Antigona ka ditëlindjen, i Messenger privatisht i shkruja uroj. 90% në rasteve nuk japi koment, as pozitiv as negativ. Ti si jep? Nuk japi A koment. merr? Marr, për shkak që marrë ofendona, gjana dhe kështu që në praktikë për shembull nashta të koment ty. Edhe në komentin tam në kape më kanë sulmue, ku ta di unë, kështu që kështu ta shtëriqa me komente. Sa kohë ka që nuk jep komente? Nashta 3 vjet më shumë ka. 3 vjet. E ma herët si e ke përjetu? Qa me thonë, për shembull kam dhënë koment të një X kryetar komune për një projekt që ka filluar në Fshate para 4 vjetë edhe më thirr shoferi i tij dhe më kërcënon. Nëse se e komentin thotë kështu tash, për nëse ka diçka që do të më ka koment apo s'është e vërtet, ne ta replay komentin, unë jap mendimin tjetër. Tash unë me komentin nuk e heqi. Vetëm politika bën kësi gjana? Po jo, dhe shumë raste tjera për shembull. Politika është ma dhunshme këtë Ma aspekt. dhunshme këtë rast. A din thjesht për shembull Janë përvoja të hidhura që edhe thjesht i kom thënë po, nëse ka diçka që i ka koment, s'është e vërtet, ky komenti jam që pengon, mundet me dhënë shërimin përfund, unë japet përfundit ti shërimin tjetër. Edhe me që ka që është mbyll, komenti ka ngel. Tani ka pas rast edhe me një sheh. U kam me një emision diku edhe pas që e kishin bo aty pazarllak diçka, nuk më pëlqej. Edhe thjesht më dok shumë e rëndë, besnitni shumë e ulët. Edhe i shkruva cipiripat. Ja, ata kanë reagu aty se produkt sërb cipiripja, për din, bojkot. Produkt sërb cipiripa. Aty, mo thjesht edhe aty e Fjallë që kompletin. të na fjallë ma të mirë, po të cipiri, pa. Po, e ka vlerësu debatin t'il, në thët aj cipiripi i pa vlerë, në thët diçka hajgare kështu në ndërsi. Hajgare dhe me. Thjesht ma e keqja një emision që transmetohet në televizionin publik. Okej. Te ky Kushia Show. Sinqerisht ajo është për marrë. Vetë jemi medium, vetë jemi gazetar, sinqerisht edhe më dok shumë e ulët. Si RTK-ja ka leju në televizion publik me dalë ato emisione. Unë e thamë, nashte nuk është momenti duhur, kërkoj falje, unë e thamë nashte nuk është momenti duhur për me tregu se cilët janë mediumet më të mira ose më të keqe. Ku më falë që dërhyna. Nuk thash ma i mirë ma i keq, televizion publik. Po vlerësot një emision. Okej. Sepse është televizion publik, paguhet për taksës
qytetarit. Po, e vërtet është kjo. Unë e mendoj që mesazhet ose komentet cilët unë për vete, personalisht, unë e kom pas një familji Antigon që se kanë pas njerëzit tjerë. Edhe rasisht, unë e kom marrë të RTK-ja, në arkiv të RTK, se kom marrë emisionin ku unë e kom të regu për jetën temë. Edhe nuk kam besu kërkush, kam shku të RTK-ja edhe kom marrë edhe kena qitë te Kosova Info, ku punojon, e kena qitë një pjesë të emisionit temë. Do me thonë 2004-ën, që është bëjë emisioni edhe, i na kanë të Suleman Shaqiri në Gjyra Jetë atër edhe, para me nda Antigon, i kam pas krejt komentet negative. Negative. Edhe jam detyru me thirë të puna jem edhe me thonë që është ka ndodhë, fshini komentet, s'disha besom, s'disha as qka është ka ndodhë me ta, edhe mas 4 dite shkoj të një televizion tjetër, edhe të regoj po të atë rast. Edhe fillun Të Resuli ke qenë vëmë. Po, edhe të Resuli, edhe po më thotë, nesit fillun njerës të me thonë, ti shaj, edhe pse se ke të regu rastin, apo kuptan? Edhe unë e kom thonë që jo, unë e s'kam dasht me të regu jetën tem, sepse nuk du më këshu njerëzit për gjunaf. Apo kuptan? Kom desht me jetu, unë me arrit diçka për me arrit unë me forcat e mija. Mu ba dikush me forcat e mija. Unë Antigon nuk njët ty sot, për na nithmi edhe shumë ma herët. Jenë të s'kom pas rastin marrë në emision të ti, po i na njohë, do me thonë. Kështu që mas njerëzve tjerë i na njohët, edhe besom Zot që më ka pas prek. Te për shumë ai koment, ato komentet njerëzve të vazhdueshme. Ka zgjatë edhe ma shumë, pastaj jemi akuzuna për shpifje, për send, derisa jam detyruar personalisht, kom shku e kom gjetë mjekën, edhe kom intervistu mjekën që ka qenë atëherë, do të thotë, që e ka trajtuar rastin, e ka njohur citatën këtë, edhe e ka dëshmu përmes Pse reagojnë njerëzit kështu, Emanuel? A ke mujt me... është pak shumë interesant me studiu këtë që po ta tregoj një rast. Sidomos në aspektin fetar. Do të thotë e kanë marrë si trend. Nëse del diçka, ki shumë komente fake, edhe ki, do të thotë, figura, do të thotë që sulixon kërkon. Ata janë Po, fabrikume. është e çuditshme shembull, na jemi miq. Po. Edhe unë të një ty ke tjetër person edhe kur çfarë komente bën ti unë befasuna. Unë nuk bëj komente korru. Po jo, unë shembull për marrë. Do thotë ka pas rast ku kum po në shumë njerëz sin politik, si kur i kum po me ato komente, çka po ndodh. Aty shpërfaqet. Unë e di çka i ndodh njerëzve kur më shkruaj komenta. Thuti që në tavolinë, na pim kafe në tavolinë, rrim, nuk flasëm. Bisedojmë gjithçka, lloj-lloj teme trajtojmë, mundohemi ja kap si thonë vegzën dikun, po nuk flasëm. Kur jep pranë kompjuterit, do s'di çfarë ndjeni kanë ata dhe shkruan. I jep një falëndiri Ki shembull profesor, ki njerëz intelektual, mjek, doktor, ato shpreh, ato banalitete që i përdorin karshi si politikës. Shembull është e pabesueshme duke mos e menduar se e shohin studentat e tij, nxënësat e tij apo pacientët e tij apo në varë çfarë profesioni, do thotë shumë njerëz i ka shpërftyruar, po dish me gjetë një faterme. Ja kanë nxjerr mirë. Po rasti jam u kanë Antigon kështu. Unë 90 vjet më jam kanë në kohë. Edhe mas 90 vjet është çu. E ka shnosh një mjek i ferizojt me 1,25 cent varna. Edhe tash njerëzit kanë thonë qysh është e mundshme, pse po rën ku je kon ti që s'ke tregu ma herët, ti te bë tash për famë, unë e për famë, bash unë për famë s'manin heq. Po ta tham shumë seriozisht. Kam famë, alhamdulillah sot du. Po nuk e bëj këto për to. Edhe ato që të senç për më ma bë që ta, po ta tham shumë seriozisht, a dikush ma ka bë Antigon. Kom pas mu kam pjesë e Big Brotherit. Edhe kur kom shku mu taku me Olsa Muhamedin, është hera parë që jam të thonë, edhe Olsa Muhamedi më ka thonë në rastin nënës tane, është një iluzion i yti, sepse nuk është kjo e vërtet. Më kanë thirrë edhe media shqiptare, më kanë thirrë edhe krejt media tjera, edhe jam detyruar me shku edhe me qit pjesën prej Kosovës, prej RTK-s me qitë e Kosovajnë, për pjesën e ku i na kanë na në 2004-ën, me familje, edhe mjekon, tani na detyruar me shku prap me pyet mjekon, edhe do me thonë jam argumentu njerëzve që ta, sepse vërtet jam kanë shumë keq. Edhe unë edhe familja jem, prej ative komente. Polizime që e kanë bënë për mes rrjetit social. Ata janë punë të Zotit.
Nëse përmendemi Big Brother, unë e kam një histori tjetër me Big Brother. Në 2009-ën pata aplikue, sa atëherë si ishte VIP Big Brother, ishte vetëm thjesht, vetëm Big Brother, edhe pata apliku, 3 interviste i kalova, u pranova, dhe diqysh u gëzova që kisha qef mi kallëzu, adin se çdo kosovar që kanë qenë përpara nuk dike me prezentu Kosovan mirë, se si ishke VIP, ishke qytetar thjesht. Bele më kujtohet një farë besë ku në Zvilanit, tha sa kilometra është larg Prishtina me Tirana, jo tha 4000 kilometra. Edhe ai belem Na çojnë po, thjesht mëso e di. Jo, belem njëri për banorëve ja pat bo, mos i bjer kakina o i gocë tha. Po bja i trup tha. Njëra për përgjigje, vëdin, thjesht nuk e kanë tregu, edhe thjesht një mikon ma tult si nivel kosovarët në Shqipëri. Edhe unë kisha punu ane, kisha rreth ane, e njifsha edhe Shqipërinë mirë edhe Kosovar mirë, kisha qef më kon pjesë e Big Brotherit, me kallëzu edhe na se kosovarët jemi dikush edhe di me prezentu vetën. Edhe nuk më kanë ftu. Edhe po pse s'aplikove vetë? Kështu që ku kesh të tregu, në 2009-ën intervista fundit për mbyllse, na bojnë spranohesh. Pse tha jemi mbi kualifikum. I mbi kualifikum. Ki tha fam, prezrenit apo të njifshin gjithë, tha po nuk do të lejmë tha pa punë. Tha, ne kemi tha festivalin Top Fest, na duhet tha një koordinator, një menaxher tha për Kosova Diaspora, se 90% që këngëtarëve kemi të Kosovës, këtë fushë tha na duhesh. Kështu që ja kom pa ajrin. Për Big Brother. Kisha po 2 vjet pas ke pas fitu ti pa një heq. Jam kanë tani desa unë mbyll Top Festi si koordinator kryesor i këngëtarëve të Kosovës dhe diasporës për Top Festin në Top Channel atje. Ajo kam pjesë e Top Festit që atëherë kur... Jo, s'ukon atëherë ky... Se Valonin e kënë Valonin që atë kohë kom njoft, ky atëherë s'u marrë me muzikë, ka najt me cimin, ka najt me producenta, për nuk është marrë me muzikë. Okej. Ja kom nisë në vitin 2010, po çdo 2 vitet e fundit jam qenë shumë aktiv. I kom qitë dikon një 20 këngë. Edhe ja kom nisë tani me aktru, me tregime popullore, me seriale tash jam. Ku e gjej vetën Valon më mirë? Te aktrimi apo te muzika? Bëlem penzion e mision tonë. Unë balan t'i se kujtova që. Edhe te muzika, te aktrimi, të dyja dhe me unë një pëlqy. Tash e kom bodhe një duhet me Naima Vozën. Falenderoj për zemërsisht edhe ato, që ma ka unë një ndihmë. Se t'ja gëzoj me tregu një rast që më ka ndodhë me Valonin. Une, çdo video gjatë gjirimeve, unë i postoj. Edhe bëj video tinza, edhe jo tinza, po hajde bojna një video tu kënutu azi edhe hajde postojna. Edhe unë postoj në rrjetet e mia sociale Valonin. E kam blog tash. Edhe po thirr Valonin dhe më thot hekma videon. Far video bo kur ka donë emision te unë Muzafir. Tha hekma. Thash jo, vallaj ti bën ta kom Si jekja po na bashmia atë. Me bësh se me kushtrimin na harro shumë me bashkëpunu, se shumë dhe mirë. Edhe isha hajt, tisha se si dol bashmia atë. Ja kish dal valla boll, ai ke emisionin e kam bën ditë dy unë vesh një pjesë më atë vogël. Tha hekma. Thash o Valon, ja bona vllak tash mos më shkruaj më. Që u pajtu tash apo hekni blokën. Jo valla si ai hek. Ja, se do bëj emision, se tu na çim do hekma atë. Ja, tamam puna se ai ka herë edhe është ndaj video që nuk pëlqen, po prapë se prapë jem shok të mirë, bashkëpunoj mirë edhe nuk diskutohet. Edhe me blloka prapë jeni shok të mirë. Po qyre, me dikon që qenë mirë, pa poshtë në kesh koptem mirë, nuk bëhet. bëhet. Edhe më hek bllokin tullën si ai e korr. Se se kemi Te Facebooki personal, gruan se kom shok. Pse kush shkroi ti, pse komentoi ti, ikon ki pse është kjo shok e re, Pse be nuk bon si lazi sinqert. Sinqerisht. Po pse s'bon si pse gruaja më kon friend ku ta përcjell telefonin 24 orë. Jo. Ata merr telefonin ajo. As guzon. Po valla i las të sa herë vjen xhom ajo telefon tonë no. Jo, fije kodë shpesh herë pe harroj unë lejë më ajo me vajtë. Ilaz apo. Ilaz, çka kin telefonin tonë më bëne kur është tarë, edhe unë jo gruaja jote po. Çka kina telefonin tonë që e ki atë kod atë zamet shumë. Gjie kodin inkqyrve, zikta më tonë. Që ku kin të amurin atje. Kem të komentet edhe të dekorejimi ose inkorejimi që na e japin ata. Une, për shembull, kur dal pa make-up, më shkruajnë kjo koka si varr. Kur dal me make-up, më thënë kjo ka mush botox. S'po di qysh me dalë në kushtrim. Sot pash pa këse, pa make-up, shumë e mirë kjeve.
Kur është të bani i këtë gjë? Kështu që njerëzve nuk po i bijet asesin Terezi, s'pedi tash me dalë me make-up pa make-up. Do po thojnë pa make-up, po thojnë ku kjo ka si shtrig. Jo, s'dia. Tu li far komente. Ne pave kur erdha këto të ti sot, U dash më njoftu edhe herë. Unë thash më falë kushtrimi, thash se kujtova motra jote u falë. Unë kur erdhe me pi kafe pas dite, i shkon tjetër kush aty ullë. Edhe në hope posha, shka bomë, rëlla se na falë me kamerë. Unë e bile i thash ati me njerës që ka thash kush Aty e poshtë ndryshimin radikal. Pas që pas ka ndryshu ka shumë, ta shteti mos e mërë se... Kështu që është shumë zërë me i ra në fije komenteve edhe arsyes pse njerëzit e marrin mundin me të komentu për keq. Nëse nuk i pëlqen, normalisht nuk mundena mi pëlqy tonë dënjas, let na hekim për rjetëve të veta sociale, let e pastrojnë rjetin e vetë, ose akontin e vetë për Me njerëzve. pastru ata rjetin kër ata hapin ekstra për kitë punë e hapin. Që nga profesion special. Profesion special, po unë e besa na i fes, na i ditlindje sen që do të më ju këthy diçka dhe të nëstorë që më me postu kështu jo. As nuk i lexoj komentet. Kushtrimi depresion këtë ropi komente, thash, edhe i kom thonë, mos i lexo, thash, se komente si ja vend. Sot i kom thonë 3 herë, të kom bo tag, këthe ma tagin. Unë Një temë që dashta me ngritë rrjetet sociale, edhe një ma tepër një apel, sepse kanë shumë Facebook-et reme, jom të deke, kom këtë pasoni, do më talone, qomit dhanet e pastaj... Edhe kjo mirë shumë e mirë se u kesh përdor. Pastaj qomit dhanet, pastaj jo vetëm dush me përko një transfer, si ta kështë transfer, ta një të vinë parë të llogarit tona dhe gjithë kanë shpresu, kanë besu, apo do faqe tjera që kredi me 2%, den 2 milion, den 3 milion, edhe thjesht shumë kush ka besu. Edhe shumë kush ka qu pare. Edhe një miki jam edhe i Krishni Kusajt, që për përmeni ka ra viktime këti muhabeti, që den këtra mjerë i ka qu. Tu prit. Mund kish vdek një kushërin kin, mi kish lanë 7 milion, pa që halo se shkohemi mundë. Edhe kjo është, adin që është me bo një apel që mos bin qytetarët prej këtynve. Kjo është rjet i organizuar, do thotë ku veprohet e mrena në Kosovë. Ti atë kujtohet para 2 vite policia gjermane ka ardhur në Pejtoni ka arrestu dikun 10 persona. Është një piramidë, do thotë idioteske me telefonata ku unë thjesht qysh ma ka spjegu një zban me përmen kush, unë thras në telefon, edhe të thamë se kështu sigurime, gjonat ndryshme, përdorim metodat ndryshme, e thot, shtini thot 100 euro, se 10 euro, thot mund mi fitu të në 200 euro. Edhe si cilë e përvan 10 euro. I fitan që atë 200 edhe i fitan këtë 200. Pas një kohë, thot një herë rreth, thot se sincja që i thojnë null, pas një kohë vazhdan edhe thot, tash mund mi shti 200, se është një farë faze, se thot është interesit e dyve, si jo menager, unë e fitoj edhe unë e përqindjën teme. Shtini 200 i fitan 2.000, shtini 200 këta japin edhe 2.000, nashtë i japin edhe 10.000. Edhe mas mrami, thot bushtin, e thot me banese, ka shumë rase, në thot televizion Gjerman kënë probleme që kanë bo vetë vrasje. Njerës më shumë, në thot, në venet e perëndimit, edhe mas mrami ka shtinja i 50.000, edhe këto mbyllët gjithë shka se egzistan me menageri, numri telefon, qëto gjona ju në bo për Kosovë. Bon për Kosovë, për Romania, për Marokos, për veneve, dhe në thot që nuk kanë kontrol. Nuk do me thonë këto call center që janë normale, se e ki edhe sfiskomin ti që operan këtu në shemëll me telefonata, e ka bazën aty që është aty të Boramizi, po ka pasën të tila call center që i kanë vepru edhe i kanë marrë në qafë, sidomos në Zvicër, në Gjermani, në Itali e në vene tjera. 2009 unë jam kanë student i konvikteve Prishtinës, edhe beson zot një djallë aty procimer që e kom pas, dhe ma të gjithë më të ke e kam një numër telefonit, ku unë e kam bë këtë shpijen me remet, kam kuzhin, kauqa, tavolin, këtë i ku marrë për Gjermanijës. Se qysh, zoti, e di se u se jam përnë interesu, as për kauqa, as për këse na i liber, na i zë. Edhe kështu ka bë. Gjithsesi nuk është, na që punojmë në televizion e kemi kuptu që komentet nuk janë indikacion as për sukses e as për dështim. Njerëzit kanë kohë me shkru edhe shkrujnë, po pse harxojnë kohën e vetë, ajo është pyetje. Unë kam një kritik dhe aty në përshamë si kritikojnë komentarët e artistët, përshamë nëse s'pëlqen një person ma mirë ndëgjoj nëse s'pëlqen, po mëse që komentet kësia se s'është nevojë,
Unë aty isha shumë edhe mu vinë komente kur kom lutë me Avnihodnin, pse ke ngjiti plisën, pse ke mojt kështu drellët. Ti i ri me ngjit plisë, më kanë kritiku, po prapë s'ka është pjesë. Të replisi mirë për nga valan. Një këngëtar më paton në televizion, tha për gjemi viti 3. Tha, du me marrë pjesë për gjemi viti 3, tha, a keni gjemi viti 3? Po. Tha, sa du me pagu, thash jo, thash nuk e kemi pages, po me cilësi. Tasha, a kitë se derë me veti, të ngojmë kongë, ta në këne. Tha, jo, tha, kojkë si kom bo alo, tha, në studio, nuk theke kongë, po kojkë. Tha, din tonës të folë dhe sa me tonë, dhe tha, po në ta kënoj 3 zhandre. 3 zhandre? Po. Tash, hajde tash, qëfar zhandre, tha, për dashni, tha, për gërbet, tha, dhe talava. Edhe herë? Për dashni, tha, për gërbet, tha, dhe talava. Zhandre? Zhandre. Okej. Edhe Arisa me kesh. Tash, këto janë, të dytë porët ashtë në tema. Po gërbet, a vajtuse. Po jo, kon gërbeti, jo, edhe i popi, edhe sharkia. Edhe dashnia vajtusa është. Ka mjaftu qatë. Nisë të timi për gërbet. Ja, ashtu s'mona, ja. Dashnis, ko. Dashnis ka desh me shumë ka i balada për dhe zhondre. Në të kuptimin, Kong vajtuse, nuk di ka shka janë të zhondre dhe muzikës, edhe i ka i ka zanati tuj. I ka donë 3 vetë malës dish me kënu, dhe për mendë në që di me kënu gajtë merë në qafë. Këtë e po ato valon. Edhe nëse kritikohet Edhe njerëzit që na shohin pikauçit është shumë lehtë mi bo emisionin. Po, Të këqyrë është shumë lehtë mi bo emisionin. Të gjithë që keni qef me bo emisionin, hajde në First Channel, na ju japim studion edhe kamerat bënë një emisionin, nëse dim. Kur i fillon Antigun të shesh për sherë, kur i kena pas emision dhe ma herën First Channel, dhe sonë arshin musafir shumë, kur filloj këtë 3-2 një shkojme që janis këtë dora të i bon ka pak shtore të janë lujtën tavolinë. Kushtrim, atë ka ndodhë se ti ke kontakt me shumë rini, unë të kam pa dhe në Ulqin, ku është vrulli ma i madhi, ku është energjia ma madhe e rinis, aty i edhe ti. Me qenë se ke kontakte shumë të mdaja me rini, në besoj që rinia është ajo, që ma tepër i përdor rrjetet sociale për me ranë dashni. Po. Tregom, a ke ndigju edhe a... O, Antigon, ju a kom dëgju. Po, sa martesën e kom ba unë. Ti! Seriosisht. Bon, Pasha. hapin Kosova Info një agjenciat për martesë. Antigon, une, për ta tham shumë seriosisht, e disa djali ose so femna vjen edhe më thot, he, shko thuj që ati djalit, ama snapin. Edhe kur shkojnë mi thonë një djalit ama snapin, më thonë, Hajme dhe... Jo, s'jam të dalë një vorë, kur i thaj, okej, edhe besom Zot, sot unë insha i di edhe vinë shumë njerës që janë të martum, prej qatimve snapave ose qatimve Instagramave që ja kum përcjell unë, jam kanë si lloj mësiti, edhe sot janë njerëz shumë të lumtur edhe kanë kriju familje. Unë kur jena te Ulqini Antigon, unë shpesh herë kur të vinë në Kosovë, nalna edhe marr frymë edhe tham, o Zot, i kërkoj falje dorës që so njerit pa ndërgjetshëm ja kam dhanë, i kërkoj falje gojës që lloj njeri me dashje pa dashje i kom folë, sepse e kom pas punë, i kërkoj falje vetës që deshta do të mu kanë prezent të shumë njerëz, nashtë edhe që si kam dasht, edhe kështu që unë e tham që rrjetet sociale janë ata që neve ka njëherë edhe na majnë gjallë për shumë gjana. Po thu mune mi maj dashurin gjallë? O vallaj, po besëm Zot. Unë... E ka një dozë dramaticiteti këtë djallë, Emanuela e Kivrej? Edhe ritmin e tonin e zonit e ndryshëm. Edhe pak me folë kështë të jalë shumë një muzikë të letë, kështë background. Dhe jo se tani Valoni Valoni tani kënën, më thotë me amore kështërën bukë. Energjin e ke për të admiruar, vërtet, edhe ashtu ashtë. Po, si do që tjetë, rrjetet sociale për me rënë dashnia funksionon? Po. Funksionon? Po. A funksionon? Funksionon. A ke përvoja tilla? Unë e mojnusën e kom gjetë, në rrjetet sociale e kom gjetë, edhe sot i kam 2 fëmijë dhe jetojnë njerëz ma të lumtur në botë. E si e gjete për burra? Po ty vetë rastisht djali Agjës tem, më tha, një shoq që jam e tha ka një motor, ban një adë në Facebook, ja bana, më shkrujti kush je, qështu rëllërëm,
Edhe që ajo urdhëllumi Unë e thamë që kodi i suksesit është me 4-0. Sukur që ajo urdhëllum është me 4, po në varën që në zero e qëtë parën. E ajo më një me gjetë jo. Që se shohë prapë edhe një muzika se kodi është me 4-0, po në varet cilin 0 e qëtë parën. Bravo. Shumë kjerë se panish për pare, zarat. Panish. Pa vlerë. Unë e milionat i kam i ndërum, që pa temën fajnë? Ilaz. Ilaz. Inshallah se kim bjem një kodra. Krasniq. Krasniq, okej. Me kë fillaj ka shqyqër. Unë e tham, unë i ka milionat, besë më antigon. Veç nishin së më pegjaj. Së zërë t'i kam. Edhe që dhe është, që ki nishi ka problemi i ke... Kena pak problem se milionat është shumës e nishi është njëjs. Po si të që tjerë. Veç nishin një vojtë, se zërë t'i kam. A ti më shpëtani kam 1 milion. Vëllaj dhe miliarda, se kam shumë zero. Gjithsesi, dhe në mi afru pak këtë temë, duke dasht me bo një selektim të rrjeteve sociale, cilat janë ata të cilat i përdorë dhe cilat janë ata të cilat nuk i përdorë dhe nuk i preferon. Për shumë TikTok-ën e kom e kreton. E ki hek? Po, Pse? ma vjetë ke kohën shumë. Ta vithke? Po. Mirë, bukur, ta vjetë Facebook kohën. edhe Instagram e kom. Okej. Edhe thjesht kom edhe produksion privat, kon klipe, që i përdori ma tepër për punë. Facebooku është ma tepër për me lexu në status, me kuptu në që dion gjendje politike, kush ka dek. Vëllaj, ki qëtë t'i marë. Kur rjetë në dorës kom kap me gjuhë peshk. Okej. Po me Facebook e gjuhë rjetën, kështë në këngëtar me kap në klip, në... Okej, kuptova. Instagrami shërben për bukuri, dhe Jo, më thënë, Instagrami që e bëj që i fotografit, i publikoj artistike që i kom fotografu vetë, pjesë të punës klipit, kështë që i bëjë marketing vetës, që më ardë apet e biznisi. e tash ti mu më thu, e kam hek TikTokun sepse më ka vjedh shumë kohë. Shumë. Storjet në TikTok janë 3 sekonda. Scroll. TikTok e ma i shiku, më në për vetë. Nuk e di unë s'ku mujtë, që 2 vjetë e kom e krejt TikTokin. Kurse Instagrami Reelsat po zgjasin 3 minuta. Matematika nuk po ma qetë qështu. Po, ndëgjë mirë, like nuk o që rri shumë në TikTok, ato në Instagram i publikoj punët e mia edhe këqyri kush përlyp bashkëpunime. Thjesht e përdori për marketing. Cili është më original? Ku janë njerëzit më të vërtetit? Facebook apet besoj që e Facebook vërtet. që, okej. Simon kështë të thonë, Emanuel. Mos na përmend si mund, se përmend. Unë e përdori Facebookin. Ti e përdor Po, Facebook. vetëm Facebook. TikTok s'kam hiç. Po? Instagram? Një snap e kam qelë që edhe 10 vjetë se përdori gati kur. Instagramin njëherë njafta 2-3 dita hija jo. Në të Facebook në ma shumë të punës, shtu po me këshyrë telefonin, 1 orë në dita i bëja si bëj kretë. Po, TikToku është indikacion i aktualitetit. S'kam TikTok. Nuk e Nuk kam TikTok. pa TikTok. As ti s'ke. Unë i përdori krejt. Okej. Në TikTok jam live për orës 8 deri në ora 3. Për çdo natë? Për çdo ndramje. E qatë darkën me familje shkohëm këti bashkë real life? Prej orës 8. Njëherë njavë ka thonë. Prej orës sonte 8 social ndramje, njerëzit më thojnë, fillojnë me më shkru kushtrim hajde live, edhe hi live. Temat i marrim më të ndryshmet. Unë se ka lloj TikToki tash, po jena shumë kjarë, sepse unë në live-in tem nuk la asnjë person me përdor negativitet, banalitet edhe përçarje. Temat që i bëj unë, sepse unë jam zotrimi i TikTokit tem, ka komente edhe negative, po shumicën e njerëzve që mu më ndjekin, sepse mu më ndjekin një numër i madh, se i kam 57.000 njerëz, kështu që unë e knaqna. Besom shpesher njerëzit më shkruajnë. Apo ti dhënohet gruaja? Që ta spjegoj, që aty du me dalë. Shpesher njerëzit më shkruajnë, o më thojnë kushtrim, po është zotin do më nalon pa punë, edhe kur të më shkruajnë dikush po nale pa punë, edhe lloj komentet ndryshme janë edhe të nuzës tem, që më thotë të hangshin dërejshin të hajde birës. E fike grun. Sa i përket Facebookit që thash për vdekje, unë i kam dojnë ka qanik edhe kish dek dikush të dajt, një kush e rej dajve edhe s'na këshin thirë neve het, ne e pama aty edhe
Thash, qysh mos na keni thirr, tha, po kena kujtu që e keni pa te faqja. Edhe llogaritët. Domethënë as shërben Facebooki sot po na tregon vetëm për vdekje, për kush ka vdek, kush ka bërë diçka ma shumë, edhe është një mjet jashtëzakonisht shumë të mira, sidomos sepse unë shka postoj në Instagram, mu më dalin në Facebook vetë. Ma ka lidh dikush që ashtu më ka met edhe shumë ma mirë. S'kam lidhje mi postu ta një herë kënera, ne? Zotrijës në fjallë kështë i thonë, lidh edhe ti se qështu ish ma mirë. Instagram të dalin direkt edhe në Facebook. Po dalin tash ku çet diçka për të la. Se është pjesë pa kompanisë met ata i kanë bashkë. Përdori kam ofër 5.000 rejnca. Edhe TikTok-ën e përdori zakonisht veç për foto. 1.000 e diçka ndjeksa i kam. Kështu live nuk kemi asnjëherë me lumë TikTok. Në fotot e kum qitë frek një ditë me Halil Budakovën që këna lunë një film. 73.000 ka shku. Dhe më për 2 ditë. Se përdor TikTok-in live për me hi me kënu, ti e këngëtar. Interesant kushtrim nuk kem hi asnjëherë. Shumë e Për që pjesë, a veç a për diçka fotografia zonë kom të mirë ka, Valon Po na kënon një këngë se plasit të livdu që kë? Ja këndoj më rep, se Hajde na këndoj te një këngë. këndoj këngën që kum po me Naima Bozën duhet. O ma, se ta në do të me dhanë rëllin e naj. Masi edhe ai nuk ka këtu, përshëndet nga zemra, te këndoj pak pse jeni. Urime dhe përshëndetje. Veç njëherë në jetë gabova, veç njëherë, gjitha i dhashas gjës fitova, unë i mirë, nuk jam as pak pishman, se i humba për me t'gzu, e kam zemrën e madhe, për dashni shumë kam duru, ti fali kreqa i kam, as gjë për vetes la, veç për me t'bat lumë të njetë, shpirtin e la, ti fali kreqa i kam, as gjë për vetes la, veç për me t'bat lumë të njetë, shpirtin e la. Bravo. Faleminderit, këta shumë jam najnë moj. Du më përshëndet për këtë... Faleminderit që më the mirien këtu. Du më përshëndet të kështusën për këtë tekst mërkullushëm. Këtë ka një këngë shumë e mirë, për imonit thash që ka zanin fenomenal. Faleminderit shumë. Edhe për darsma, këta ka darsma vla. Seriosisht po, ani më kanë së me ti. Kush e ka shkru tekstin Këtë të? tekst e ka bu një kolegë, një shoqe e imja, në zona Pajaziti Berisha është e Gjelonit, e falendere nga zemra për këtë tekst e bukër. Po ashtu e falendere për muzikën që ka bu Gzem Berisha, orkestrimin e ka bu të konga së të Halimi. Mirë shumë, po këtë tekst i ty të pëlqen, a? Shumë pëlqen, tash më ka bu një tekst i modhe Fatmin Muja, muzika më ka bu Bariz Ariqi, këto alo se kom realizu. Atë pëlqej ty kjo, mi dhanë tanë pasunin, i tha krejti japi edhe... Kjo e ka zanë si të medës. Jo, ka Këngët e dalë. medës janë identik është sikur. Meda 2 është që, Valoni. Ka dalë vesh pak. Te Që teksti këtë teksti, ka, teksti. i cili thot unë krejti japi edhe ish pishmën s'jam. E pa di që është puna kjo. Si ai ideali që thotë ku del në takim me dashur, thotë habi steken. E ku të martohet, thotë çao kjo kime në gjell. Edhe një këngë e kom qitë para kësoj, me Naim një duhet edhe aj, me Sami Utin, a i ka shku 700.000 shikime. është si rrush, veç ajo zemrën ma mbush, që po ta këndej ato. Unë e po piraki. është si rush, veç ajo zemrën ma mbush, e kërkoj anë e ban nga Prishtina në Tiran, por nga una jo po ik, ma kalan, o në zemrë pik. Bravo, bre! Këtë këngë ka këndu... është si rush. Veç ajo zemrën ma mbush. Boni një duet, si kjo shkoj. E kërkoj anë ban nga Prishtina në Tiran. E kërkoj do me mik, ma kalon zemër pik hamamin. Një duet, si kjo shkoj ka. Unë ju falemderoj, po kushtrimit i ka hije gjithçka, e ka bë veten shumë... Çka ka ndodhur me komentet negative që i ke pas në Infinit, tash po m'duket janë bë pozitive. Njerëzit kanë Ja ke shtu ka një vi për mes. Njerëzit kanë kujtu që unë jam gazetar. Po. Edhe ta nuk të kallë dëgja, o njerë nuk jam unë e gazetarë. Valoni, edhe Valoni më shuri, zotri gazetar. Po që për gazetari unë jam showman. Okej. Është edhe për akturë shumë i mirë se mi tënë,
Dijen në zyra, fejtë e goshën, zyrën, që asë njësë të dhe ma mi se kë. Po, zyrën e mitoj tepër shumë, edhe unë e krenona që moj me emitu zyrën, edhe gjdo skeqe temën që e postojna të Kosova Info, e bojna me zyrën, veshna si zyra, edhe... A din ti që zyra, intervistën e fundit që e ka dhanë, para se në ka lanë, e ka bo me mu. Intervistën e fundit të cilën e ka prodhua janë në jetën e vetë, e ka pas me mu. Allahi të rujt, lumjana në lë, ke për kafe me i pije pak, Allahi të rujt. Ajde për ka ka në fara. Valën, lumjana në të kërushi në anës. Për kujtimin e saj. Unë e ku pas rast intervistën e fundit, mi Gjarame ka dhanë me mua. A shef? Më jo këtë që të më tutë, Mirë. se kjo jemi të mi që ndërra. Pak problem me menagju. Zdi që ka përnë ti Manuel ditën me ta, po... Ja, unë smirë, jam në kategorinë e lojme, këta kanë pjesën tjetër, në nuk mina me atë pjesë që... Shumë i shkëllqyshëm. Po, kushtrimi ose është njëri me në gjitja Gjithsesi, në rrjetet sociale, nuk e dija kena arrit mi bind, ose mi kaldu diçka shikuzve tonë, se a janë të në animu, apo janë të në pengu, a janë të në afru, apo janë të në lërgu. E tha moj, janë të në animu, janë të në afru, janë të knaqë. Ja, mendoj që përfundimi është, janë të në i afru ata që i kena larg, e janë të në largu këta që i kemi afer. Unë ju falemderoj që keni qenë pjesë U krya? Po. Që ka shpeta, për më se e njësa, regjia vazhdojnë ditën. Edhe për Jo, e tjetër. kushtrimin me nëzje kena pru, tash s'po të më shu. Unë pëlqej karrika. Edhe kur erdha, pasha zotin, kur erdha, pyeti edhe këta, unë e drejti këtë karriku ulla. Po t'alshoj, hajde. Që ke qef, hajde. Unë dalë që atje me gjithë qef. Javi do këqef ti në Po. këtë emision, po për javë këta ka obligime, dim se tani aty herë. Me afru. Ne na mësu me për ditë, sepse unë për ditë kam emision. Mirë shumë. Faleminderit. Faleminderit dhe faleminderit kushtrimi, se zisa herë më kom në mesen të këtë, më ka përkrosh shumë e faleminderit nga E tash zemra jeni to, bloka. edhe kiken, edhe ato e faleminderit nga zemra, se Unë dhe Antigone e tham kështu. Njerëzit kur vinë me faleminderime, unë e kom pas një emision të amin, e kom pas një kuti, ku e marsha urime dhe përshëndetje Gjevria me venqëndrim në Span, i uron Valonit sunetikën e djalit, do me thonë 5 euro. ja, e kom qef një faleminderit. 5 euro muzikë. Pashtëshmi nuk o asgjë. Kom Edhe qef një një- falendru një ka Bravo. Unë e kom pas Valonin edhe në qëtë emision të amin, ku e kena pas urime dhe përshëndetje. Po sho edhe këtu pegojna sho. Ja, kam qenë, faleminderit shumë Piktina, faleminderit Zoti Valdere që është me 5 euro. Ketë shoqëninë faleminderit nga zemra se fol për me aty në vjem sot ku jem, se nuk kam qenë me harru asnjë. Pa më parasysh Veçim nga vale ka mi Edhe pa shoqëni s'mujna mes për para. Faleminderit që ke qenë pjesë e këtij debati sonte, Ishte Valen. kënaqësi ime, shumë faleminderit për juve dhe për stafit juaj, jeni të mrekullueshëm. Ilyas, faleminderit që ke qenë pjesë e una. Faleminderit edhe juve, edhe inshallah bashkëpunojmë edhe me shumë projekte për të bashkëta. Kismet, këtu jemi, tash ka ardhur koha me u bashku shumë që me mujt me kriju diçka të mirë, se ish zgjënu tregu Faleminderit që shumë. më punët me pa Emanuelin se kum fali ka gjatë. Emanuel, faleminderit që ishe pjesë e una. Po, faleminderit shumë aty. Kushtrim, faleminderit për gjithë energjinë dhe gjithë kontributin që ja dhe këtij emisioni. Faleminderit shumë për ftesën, ju përgëzoj sepse ju ndjeki, edhe jo është një emision jashtëzakonisht shumë i mirë. Kom pas shumë qef me ardhë edhe më ullë këto bashkë me ty, edhe me debatu. Kërkoj falje nëse kum shkretu na i sen, Jo, s'pak. po unë e përfundoj. Oj shoqni, dasma nuk bëhet pa ty, kështu që... Faleminderit. Ju miqtë e mi e dini që për bukurinë time edhe të gjysmës Kosovës, po mendoj se ndoshta pak më shumë, jo, më shumë edhe diasporës, kujdeset Milion Estetik, e cila tashmë e ka ndruar lokacionin e vet, gjendet në fund të rrugës B, të rrethi i Maksit aty, në kat nalt, e keni Milion Estetik tashmë me një gjigant të madh
shumë objektin edhe me shumë shërbime të reja. Mundeni më gjetë përmes Instagramit, bënën e terminin e juj edhe dijeni që janë lider në vend për estetik edhe për të gjitha këto intervenimet e vogla të bukurisë që janë masat nevojshme, ka ardhur koha kur të gjithë na duhet me i bo. Ju e dini që duheni më nejtë me First Channel, derisa unë jam këtu me juve, vinë emisionet tjera mas meje, dini porosin e përshdo javshme është me qenë butë me vetën, shumë të kujdeshëm me të tjeret, natën e mirë.